Tema e radhës, tema 127, kur thermi një bagëti. Domthon duaja, lutja kur e thermi diçka, qoftë kurban ose qoftë diçka prej kafshëve. Domthon është transmetuar për pejgamberin sa që ka thonë këtë dua, bismillah wallahu akbar, Allahumma minka wa laka, Allahumma taqabbal minni. Është disa transmetime, Allahumma hadha minka wa lak, Allahumma taqabbal minni. Pastaj janë disa transmetime të tjera, Allahumma hadha minni wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kur ka prej pejgamberi sa kurban, e ka thonë ç't dua. Pastaj ka transmetime që ka thonë, kjo është prej meje, për familjen time, edhe për umetin tim, umetin musliman krejt. Pejgamberi sa ka prej kurban edhe për krejt umetin e tij që do të vinë pas tij. Bismillah, do më me emrin e Allahut, Allahu akbar, Allahu është më i madhi, Allahumma minka wa lak. O Zot, kjo është prej teje dhe është për ty. E kom përmend me 10 herë. Kështu në krejta duat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në krejta duat kallëzohet që kjo besimi i drejtë në pas muslimani. Që është vot pejgamberi këtu në hadith, bashkë te kurbani, që njerëzit shkojnë edhe prejnë kurbanin për dikant tjetër. O Zot, kjo është prej teje. Ti ma ke mësuar me prej kurbanin. Ti na ke mësuar çish me prej kurbanin. Ti na ke lehtësuar, ti na ke dhënë mundësi me prej kurbanin. Edhe është për ty, jo për dikant tjetër. Kurbani s'prehet për dikant tjetër. As nuk prehet gjaki i kurbanit me trujt, që bojnë të na, prejnë gjakin e kurbanit në temel, se perun gjaki i kurbanit shpinë. Edhe kjo ka të bëj me shirk. Edhe kjo kthehet në problem me tauhidin, me fjalën e tauhidit. Pejgamberi po na mëson edhe në dua, o Zot, kjo është prej teje që ma ke mësuar me prej, dhe kjo është për ty. Vetëm për ty e bëj këtë. Edhe Allahu e përmend në Kur'an. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Vërtet namazi im, prerja e kurbanit, thirrja e kurbanit tim, jeta ime, vdekja ime janë gjitha për Allahun. Andaj edhe këtu tregohet në mënyrë specifike se vepra që e bëjmë në pe adhurimit, prerjes kurbanit është për Allahun ose jo për dikant tjetër. Pastaj sadakti ku na jep është tjetër mi, po bindja jote është vetëm për Zotin. Dhe çka është hikmeti, çka është urtësia me prej kurban? Çtojmë na me prej kurban sa më shumë. Me sakrifiku një kafsh, një gjak që derdhet për hir të Allahut të Zotit. Këta kërkon Allahu për neve. Ju që i mrrin Zotit diçka. Po te sakrifikon vetën tonë, pasurinë tonë, punën që e bën një kafsh për hir të Allahut të Zotit. Sillojnë në shtrim ndaj Allahut me rastin e kurbanit që ka bëu edhe sunet prej Ibrahimit alayhis salam. Bismillahin fillim të kurbani vetëm si informacion i shkurt, është i patjetërsueshëm sipas dietarëve. Do të patjetër me thonë, ka dietarë që thonë për shembull sikur që janë dietarët e mëdhëbit Hanefi, Maliki dhe Hanbeli, që nëse harron dikush me thonë bismillahin fillim, nuk bën më hungër kurban, nuk bën më hungër ai mish. Edhe nëse harron. Domthonë nëse e ka bëu pa vetdije, nuk bën më hungër atë mish për arsye se pejgamberi sa më ka precizu bismillahin këtu dhe Allahu ka thonë mos hani ushqim aty ku nuk përmendet Allahu. Për arsye se ai ushqim pastaj është i prishur, i keq, nuk bën nuk përdor. Imam Shafiu ka thonë që lejohet nëse harron dikush, për arsye se esenca është se Allahu nuk e ngarkon robën me harris. Allahu alem ndoshta që ky mendim është më i saktë, po domosdoshmë si dispozit puna e bismillahit është shumë e rëndësishme, kurse fjala Allahu Akbar ka thonë dietarët është e pëlqyme, është mustahab. Po nuk është për obligimeve. Allahu me taqabbal minni, o Zot, pranoje këtë vepër prej meje. Kjo është cilësia e besimtarëve. Kur të bëjnë vepra të mira, e lutin Zotin m'ia pranu. Ato demelët që janë zbojnë vepra të mira, hajtë se Zoti na pranon, po çka më të pranu? Hajtë se Zoti na fal, po çka më të fal kurse ti si tu hiç siç asë rrugës. Kurse muslimanët sa herë që Allahu i përshkruan kështu, muslimanët. Në surën Al-Anfal, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ata që kur përmendet Allahu dridhen zemrat e tyre. Wajilat. Ka thonë dietarët, një pikë kuptimeve të ajetit, përveç që kur përmendet Allahu e ndjejnë zemrat e tyre një ndjenjë speciale, dhikri Allahu, krijimi i tij, kanë thonë disa pediatarëve, është edhe
për ata persona që e bojnë një vepër të mirë, edhe tutën a pirpranohet as pirpranohet, edhe lutin Zotin o Zot pranon këtë vepër. Kjo është cilësi e besimtarëve të mirë. Kjo ka qenë cilësi edhe e sahabëve. Kjo ka qenë cilësi e sahabëve që masi që i ka më veprat e mira, ju në friksu a pirpranohen, veprat as pirpranohen. Dhe kjo është dallimi mes gjeneratave të parë të muslimanëve dhe gjeneratave të mëvonshme, që shtojnë dietarët. Ata kanë punu shumë, edhe ju në friksu a pirpranohen veprat e tyre ajo. Na punojmë pak edhe na të sigurt që i kena veprat e pranuara. Shumë beneve. Punojmë pak dhe thojmë, mirë pa është puna, alhamdulillah. Hyja për shef filoni, s'ka lidhje me fe. Që si krahasime bojmë. Se pazorin e kena tult. Na krahasohemi me njerëz që i kanë punë tek këqija. Edhe na dokur vetja me lajçe. A sahabët ju në shty me njerëz që kanë bërë punë të mira. Shokët e pejgamberit sa musliman përgjithësi, ka edhe tash musliman, alhamdulillah që shtyrën me punë mira, punë po them si popull përgjithësi. Ka ra niveli i pazarit. Jena të shty me senet timta. Edhe në kurban, momenti që e prejnë kurbanin, thua Zot ma prano. Unë ju mënu me bo për ty. Ju mënu me bo me sinceritet. Po ku me dit në që shejtani ka hit dishka të une? Ku me dit? Ka hit dishka me nej pjesë që une se ku menu shumë, atëherë o Zot pranoma. Me lutë Allah në zëvgjel me ta pranu, dhe kjo është pi duave që e ka bo pejgamberi dhe e kanë bo shokët e tij. Andaj edhe është sunet me bo, sa që të presh, qoftë kurban, qoftë akika, qoftë për qef që i prejnë dikush, dhe më honë kafsh, me bo këtë dua, edhe me lutë Zotin që me ta pranu. Allahu e dhe mos miri.